Çka prit në sot, a ka ndonjë ndryshim? Nuk pres asgjë. Punët e mira nuk lihen ditën e fundit. Por sot bjen perdja e madhe e mashtrimit 8 mujor, në të cilin mashtrim na shton vazhdimisht se numrat për formimin e qeverisë janë, se ka shumicë se po bllokohet vullneti i popullit të Kosovës. Ja tani ka është mundësia për të parë të vërtetën para popullit të Kosovës. Sot natyrisht nuk votojmë një ligj të zakonshëm. Sot mandatari duhet të prezantoj shumicën, që është thelbi i demokracisë kosovare. Mbi këtë shumicë do duhet formoheshin institucionet e Kosovës. Për të formuar këtë shumicë, një njeri që fiton zgjedhjet ose që del i pari nga zgjedhja, do duhet bënte përpjekje me çdo parti politike për të bërë një shumicë e më së paku talente këtë punë në ditën e fundit. Ditën e fundit është show popullist, siç është e zakonshme deri më tani. Po, zotria Abdixhika, jeni taku jo me dikën nga partitë e tjera deri tash opozitare, është raportuar për një takim me zotrin Dimaj, a ka ndodhur ose e kisha ngatruar datën, nesër e kemi takimin, edhe takimi është miqësor, konsultativ, jo për çështje qendrore. Është takimi i dytë që mbahet për Edhe një herë, është që deputetët e LDK-s janë të lirë të votojnë siç mendojnë, por deri më tani kanë deklaruar në vazhdimsi secili prej tyre se pa marrëveshje politike s'ka kuptim të jetë shumica. Anëherë po them, nuk po votojmë një ligj zakonshëm të Republikës Kosovës. Duhet të ketë një mazhorancë që për 4 vite e udhëheq qeverinë me legitimitet qytetar. Kur ka mazhorancë, bie që populli i Kosovës i ka dhënë të drejtën kryeministrit të arshëm, kush do qoftë ai, të vendos për fatin e këtij Në rast dështimi të zotit Kurti sot, a jeni të gatshëm që të bëni pjesë ndonjë formacioni për të formuar qeverinë? Nuk ka parti të dytë, nuk ka parti të tretë, të katërt në çështjen e raundit të dytë. Mundet prapë edhe i parë edhe një herë të kërkoj për 10 ditë të ardhshme partia e parë të kërkoj mandatarin, nuk ka shumicë në Republikën e Kosovës. Ju kam thënë kështu nga dita e parë, kështu po del deri në fund, po shkojmë sipas gjitha gjasave drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por sot le të shihet qartë. Ajo që kemi thënë gjithherë, që bllokuesit e vërtet janë ata që s'kan arritur për asnjë moment të bëjnë një shumicë të thjeshtë me një marrëveshje politike siç i takon, siç i ka hije secilës parti politike. Edhe është takimi i dytë që po e paralajmëroni këto. Ju që keni shumë të avancuar se sa ne partitë politike në diskutime. Ju faleminderit për çfarë.